Shtëpisë të moshuarve në Prishtinë është shtuar një ambient fantastik, ku krahas kalimit të kohës, relaksimit dhe pamjes së bukur që po ofron hapësira re, do të mund edhe të shijojnë frutat të freskët çdo ditë në tavolinën e tyre. Në oborrin e shtëpisë, mes gjelbrimit dhe qetësisë, banorët me shumë dashuri e përkushtim kanë ngritur një kopësht, ku çdo fidan mbillet me kujdes dhe çdo frut ndahet me bujari. Aty mund të gjesh perime nga më të ndryshmet që kultivohen në vendin tonë, për të cilat kujdesen të gjithë banorët bashk. Por ai që kalon më së shumti kohë këtu është Islam Kuleta. Ai ka marrë përsipër kujdesin ndaj kopshtit në çdo detaj të tij. Me këtë falami e bërna që nja 3 vjetë e diqka. U konë shumë në vendi pa punu. Me bëturina, therra, qapët vjone, veç së konë për me hinë të heqë. Edhe qatë ku e po është veni që është i preferu. U marë shabat lami, ka gjamë ati. Dhe për thamë ti zëtë një shurimi, ta shurim, tash, kështë e poshtë atë veni që aty, tash e nëse mirë me dyqysh vesh, vetë për kam qef të punej. Ta që e punon, tash bashkë që që pa t'i gjatë, spret, skep, kastravecat, gjitha. Ta veç, a ka një që e punon, tash, unë jam aj që e marë, me dëshirë. Hoqa, therra, lisa, slisa, aman bakra që dhe, e bona qështu qysh përdofet. Për çdo vit, për do mënë dikun vjetë, janë konë dikun 300 kila drëmbëj. Gallë për këtë rrishin që ati mushën në përabore me morë banorët. Dhe sa kanë mujtë me hanë, dhe gallë për këtë të nenën. Dhe kanë nërë për lagjes olimpianës, kanë marrë speca këtu, për kuzhinë. 3-4 veta këtu nuk speca, dhe unë një mesha qëtu. Shtu që, si vjetë pak, në shejkoha pak vonë se mushin qërgjë që ashtu si lakte, zdi, ashtu. Rasati pak dulë vonë, mirë po, prapë se prapë jemi të nasin, bo qysh pëshin, Një serë e vogël është bërë burim gëzimi për bashkëmoshatarët e tij, duke ndarë me ta prodhimet që kultivon me dorën e vet. Kjo iniciativë e vogël ka krijuar një ndjesi të madhe përkatësie dhe solidariteti brenda këtij institucioni. Kanë menuar në gjila që përpunoj për e pare, që jam i pagun diçka betoda, ku thonë jo, as një cent, nuk jam i pagun për këtë punë, në vetë ku marrë me voznet. Për çfarë ku marrë për banorë qiturit. Thotë Allah që janë pak më fort, bjerën me këtë lami, i kam marak. Dhe ma shkurti, mi dhanë edhe 2 punëtor, që a i mon që është aty. A i me punu shumë fort, shumë punëtor i malë, po pak punën e basës të ke nje. E kështu që punëtor, me nejtë gati për do mund, qysh do të më prashit, qysh do të më mushve, qysh më vadit e sa. Po faleminderit, mirë alë bashat e këtu, edhe sa të ka mundësin, për do më thonë nuk e shekit këtë lami. Që edhe për besëvap me banor, që janë dhe vjetër, së mund dalin me ble, hama më bakak, për këtu i për remi, me rishe, e kja. E përmende që edhe rasatin e bën vetë? Rasatin, pa, shumë misën e bëj vetë, për vjetë i kumë posë rasatin temë përgjësi. Se e mirë dhe e retë, dhe botë rasa shumë i mirë dhe një rasatin që pa rasati është. E shumë kur dalë me ble, det binë, det botë në këtë dinë. Në ke një rasatin që pa rasati është. Mirë për prapë se prapë, edhe për atyne që ku morëm ka dalë i mirë. I patligjonave, edhe i specave, po mirë janë të alë. Po kanë mujtë për thonë me ma mirë. Kanë mujtë për realitet, do në qënë mirita shumë të mira. Do në varet që shë ka vullnetin. Mirë për mua e peshtë më qatë. E hanë, i botë njërë. E diti falëminderit. Se diti falëminderit. Kjo është. Adet?
Se s'punoj diçka për pare. Punoj veç për vullnet, tem. Edhe ky zotni urimi sa më ka mungue mi ka ble, gjitha. Po du më thonë sa më ka mungue për urimit sen, sa më ka mungue, ku unë urim që kjo më duhet, shko bleje. Njëra urim. Në realitet edhe kjo faria ca kullit. Vjetë unë kam një mullë regullisht, si vjetë, pak ma rallë, po, edhe ajo zoja atje dëtëresha. Edhe pesaj kam respekt, ndërën, urshuj, kështu që kam merita për gjithve. A më tregon sa kohë ndite e kalën të punu këtë moshë? Tu për të dhej. Për orës 5 dhe këtë në ora 11. Për 50 mëngjesit dhe 11 natë. Qa je pjesë atje, ajo kone pa punu me 10 vjetë. Ka pas lakna tegra, suhikën to heqe, bajat të fosja gjithë, edhe mora relashën e janisa. Kadal, bum, e bona për punën ato për bashe, i krasita do gardhiqe që jenë konë me dekë më oqa për djone, si qata qef, ta shu bo një kofë shumë i mirë. Drejtoresha e Mirëqenies Sociale në Prishtinë thekson se janë thellësisht mirënjohës dhe të lumtur që mund të qëndrojnë pranë këtyre njerëzve, duke cilësuar këtë përkushtim si shembull frymëzimi për të gjithë. Serën kur kemi ardhë, kur kemi marrë si drejtorie e Mirëqenies Sociale në menaxhimin tonë shtëpinë të moshuarve, sera ka ekzistuar në formë vetëm në formë vizuele dhe kogja e dëmtuar. Dhe ka qenë të rastësi një mal e papunume, e pa rregullume, për shkak që edhe kemi dalë pas një kohë të pandemisë, ku të moshuarit nuk është që janë mirur as shumë me aktivitete jashtë shtëpisë, në oborrin e shtëpisë. Në anën tjetër nuk ka pas një farë stimulimi që ata vërtet të ndihen edhe të dobishëm, të ndihen të domosdoshëm dhe të nevojshëm për shtëpinë ku jetojnë. Kështu që e kemi pas shumë të rëndësishme që ta funksionalizojmë. Çka kemi bërë, kemi lidhë kontakte me donatorë të ndryshëm dhe falenderojmë jashtëzakonisht shumë Islamic Relief, i cili na u ka gjetë dhe tërësisht tashmë sera është e rregulluar dhe tashmë kemi funksionalizuar edhe sistemin pik me donacionin e amanetit, fundacionin të amanetit, për çka jemi shumë mirënjohës. Këto punë institucionet vetë nuk është që arrin në plotënimi me i realizu, kështu që kemi nevojë edhe për ndihmën e organizatave e cilat sa herë bëhet fjalë për shtëpinë të moshuarve, janë gjithmonë aty. Është diçka jashtëzakonshme sepse tashmë kemi angazhimin edhe të botës islam, botës edhe Rasim dhe shumë zyrtarëve dhe kolegëve tjerë që qëndrojnë këto dhe mundohen të ndihmojnë qoftë në mbjellje, qoftë në parashitje, qoftë në rregullim, sepse edhe bëhet fjalë për temperaturat larta që janë në serë dhe ta kryjmë sa më shpejt punën. E në anën tjetër tashmë ju e pa tash një vend i jashtëzakonshëm ku frytet vetë se kanë filluar të dalin dhe për këtë jemi jashtëzakonisht mirënjohës dhe falenderues botës islam, i cili edhe pse jo me gjendje të mirë shëndetësore, mundohet me dhënë maksimumin sepse atëherë kur është në serë, atëherë e ndin veten më së miri. Kështu të paktën është në deklarime që na e thot. Përveç për këto dashur më pyet që shën kanë reagimet e tyre kur e kanë pa serën tashmë të rregulluar, edhe sa shumë ku harxojnë atë. Normalisht këta kanë qenë shumë falendërues që po mendojmë, po e bëjmë një aktivitet, sepse të qëndrosh 24 orë në shtatë në një ambient ku je vetëm me njerëz të tjerë, të cilët detyrimisht kthehen në familjen tënde, nuk është gjë fort e lehtë për tu arritur. Dhe kjo është një fazë e cila kalon dhe dohet impenjim, do të angazhojmë tërë stafit që t'i bëjmë të ndihen si në shtëpinë e tyre, sepse kjo është shtëpia e tyre në fakt. Sepse janë persona pa përkujdesje familjare dhe kjo është ajo oaza aty në ku ata ndihen të rehat dhe të sigurt dhe me një mirëqenie për cilën çdo ditë punojnë dhe për të cilën çdo ditë mundohemi. Kushtet dhe ajo çfarë ndodh aty brenda, domethënë bashkë islam si që ndodh rutina zakonisht në bashkë në shtëpitë tona që kemi, në mëngjes herët, po sa të lindjelli ai e shohin stafit që ka ardhur këtu, është vendos, ka filluar të rregulloj të heq barin aty këtu ku ka mund të dalë brenda serës, brenda fryteve, brenda tek speca, tek domatet, tek trangujt, tek gjithë që janë mbjellur këto dhe normalisht pastaj vjen edhe mbrëmja kur
vazhdon rutina e njëjtë, shihen tashmë sistemi pik për ujitje, nuk është që kemi nevojë për mu angazhu siç ndodhte të viteve tjera. Ne tashmë kemi bërë 2 aktivitete, brezi për brezin, ku kemi dërguar fëmijët e kopshteve, e kemi me kopshtin Julka që ndodhet pranë nesh, ku i kemi sjell fëmijët e moshës 5 vjeçare, i kemi sjell tek të moshuarit, e kanë bërë një program artistik, kanë luajtur, kanë vallëzuar, kanë kënduar dhe kemi shkëmbyer një moment shumë emocional për ta, sepse janë bërë ata janë kthyer në versionin e gjyqe dhe ata të nepërve dhe mbesave. E në anën tjetër, ne kemi shkuar tek Julka bashkë me të moshuarit tonë, ka pas një aktivitet jashtëzakonshëm, janë di shumë mirë sepse po përjetojnë emocione që mbase në jetën e tyre nuk i kanë përjetuar, të qenë në gjysh. E në anën tjetër dhe shumë fëmijë të vegjël, duke ditur që po jetojmë në kohë moderne, nuk është që i kanë gjyshrit e tyre pranë vetës dhe ajo ndjesia, ajo lidhja mes 2 brezave është arritur aq miq që neve vërtet na ka shtyr që me mendu që ta me zgjeru edhe me kuptet e tjera sigurisht me vazhdu, me apliku. Aktivitete tjera ditore ka pafund, qoftë tek qendrime ditore që ka në secilin kat, në 3 katet ka qendrime ditore ku shkojnë të moshuarit, e kanë edhe televizionin, edhe munden të qëndrojnë të shkëmbejnë ndonjë batut me njëri tjetrin, ndonjë atmosferë të këndshme, të kujtojnë, të evokojnë kohë nga e kaluara e tyre. Në një kohë ku shpesh të moshuarit ndihen të harruar, Islam Kuleta ka dëshmuar se mjafton një kopsht i vogël për të mbjellë shumë dashuri.